Ethet e maturës së shtetërore tashmë kanë përfshirë mbi 15.000 nxënës, të cilët e nesër do t'i nënshtrohen provimit të parë në gjuhë hamtare. Në gjimnazin Zeflush Marku në Shkup, maturën shtetërore e kanë paraqitur rreth 450 nxënës, të cilët, përveç gjuhës hamtare, interesim të lartë kanë shprehur edhe për gjuhën angleze, provimi i dytë që do të mbahet më 11 qershor. Jemi të përgatitur për ditën e nesërme, që është provimi i parë për maturantët, në gjitha aspektet, qoftë teknike, qoftë praktike, edhe shpresojmë që nxënësit do të nënshtrohen me sukses këtij provimi shtetëror. Po numri i nxënësve është diku 450 nxënës maturant që do të nënshtrohen këtij testimi, tjetri është me 11 qershor, provimi i dytë. Si çdo herë për gjuhën angleze, nëse gjuha shqipe më është ajo e para, për gjuhën angleze shumica, për këto janë më pak të interesuar. Ndërsa Alsa të qëndroi në këtë shkollë, thuaj se i gjithë stafi mësimor dhe teknik ishen angazhuar për bartjen e bankave dhe karrigeve, për të krijuar kushtet e kërkuara për zbatimin e këtij testimi. Drejtuesit e shkollave shprehen të revoltuar për këtë rrëmuj të krijuar dhe kërkojnë që realizimi i maturës të rikthehet në klasa. Kjo është jashtëzakonisht e panevojshme dhe është besoj që shumë jo profesionale dhe jo ullët. Kështu që, siç ka qenë më parë, në për klasa, ashtu si që i ka hije orës mësimore, provimit, qoftë në shkollë, qoftë në fakultet, e mbajnë në për klasa, normal testator të i krymë punë të veta, edhe nuk ka nevoj askush të maltretohet plus. A për neve është jashtëzakonisht punë e madhe, me të vërtet kjo është shumë jo serioze. Kështu që mendoj që ata që janë kompetent, këtë të rishqirtojnë për të ardhmen, e jo vetëm të japin ide jo praktike dhe jo të realizueshme. Maturës së shtetërore planifikohet të nënshtrohen 8.816 nxënës nga shkollat e mesme profesionale, 5.966 nga gjimnazet dhe 222 nga shkollat e arsimit artistik. Nxënësit që nuk do të arrijnë të kalojnë me sukses provimin në afatin e qershorit, do të mund të hyjnë në afatin e gushtit. Për realizimin e maturës shtetërore janë angazhuar 2.000 testues. Siç konfirmoi Qendra Shtetërore e Provimeve, shkollat që nuk kanë hapësira të mjaftueshme, provimet e maturës do t'i realizojnë edhe në amfiteatrot në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Universitetin Goce Delçev në Shtip, Universitetin Shën Klimenti Ohrit në Manastir, Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe Universitetin e Europës Juglindore.